حي على الفلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bab sabr, kapitulli I sabrit. Sabri, parim I madh, shtyll e madhe, pjesë e madhe e dinit islam. Zatën, sabri është gjysma e dinit, e gjysma tjetër e fesë e dinit është shukër, falënderim. Sabri është tepër I rëndësishëm për muslimanin. Është I pashmangshëm. Është aq I nevojshëm për njeriu sa që njeriu pa te as nuk mundet me qenë musliman I mirë, pas nuk mundet me qenë njeri I qetë, edhe si njeri. Ati që jep Zoti sabër, I ka dhënë hajër të madh. Ai që është I pajisur me këtë cilësi, ai është I pajisur me një të mirë të madhe. Të mirat e sabrit janë të pakufishme. Çdo send ku futet sabri, pason selameti, shpërblimi, mirësia. Ajetet e cilat flasin për sabër janë shumë. Natyrisht se dohet me kanë shumë, pasi që është kaq I rëndësishëm dhe kaq I gjanë, shumë I gjanë. Sepse përderisa është gjysma e dinit, e gjysma tjetër shukër, falënderim, atëherë krejt jeta e njerijut, ose do të futet brenda sabrit, e që dohet me bë sabër, ose futet brenda shukrit, falënderimit, e që dohet falënderuar. Prej ajeteve kuranore të cilat I ka cekur I madhi Allah Azza wa Jall, është edhe ajeti Ja eyyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru. O ju musliman, isbiru, urdhër, bëni sabër, duroni. Wa sabiru, edhe bëni sabër në respekt ndaj të madhit Allah, në kryerjen e farzeve. Shtyni veten me zër me bë sabër. Edukove vetën me bë sabër. Pa dhashtë nëse nevoja edhe imponoja vetë vetës me bë sabër. Në kryerjen e ibadeteve, me bë sabër, edhe ndaj musibeteve dhe belave, edhe të ligave të cilat të godasin në këtë dynja. Me bë sabër edhe një luftë kundër qëfarëve, kur është në pyetje lufta. Se kjo ajet ka të bëj me luftë, me gjihad. Pra, mos t'ja mujnë ata, është fjala, mos t'jenë ata ma sabërlese sa ju. Ata që nuk e besojnë shpërblimin e sabrit, se besojnë gjenetin, nuk bën me kanë ma sabërlese sa muslimani. Nuk bën me jamujt muslimanit në sabër. Edhe në bela dhe në musibet. Edhe në pasojat të cilat mund të ketë lufta edhe betejë. Dohet me bë sabër. Me qëka do që vjen betejë, le të vjen, dohet me bë sabër.
Pra ajeti, pjesa tjetër ka të bëjë me xhihad, por pjesa e parë ka të bëjë me urdhër, me bë sabër në përgjithësi. Pastaj Allah i madhruar thot: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ne do t'ju sprovojmë ju njerëz me diçka nga pak, jo shumë, se shumë s'moni me bajt, por nga pak, me frikë. E frika ma shumë përdoret në për luftra, ku friksohet njeriu se pe humb shëndetin, pasurinë, pozitën, jetën, mikun, e kështu me radhë. Ajo është frikë. Do t'i sprovojmë edhe me uri, po edhe me thatësinat më dha dhe mangësi dhe paksim të pasurisë, po edhe në familje, u amarrëm dikën për të afërmëve t'juve. Andaj bënu gati, që nëse ndodhin këto me qenë dorimtar, për atë arsye në fund ka thonë: "O bashir sabirin", edhe përgëzoj, jepi myshde atyre që bëjnë sabër. Kur ne sprovojmë me kësa gjana, dohet më para përgatitur, edhe nga ana shpirtërore, me pajtuar me kaderin e Zotit, me caktimin e Allahut dhe me duru, por edhe nga ana psikologjike, që me qeni gatshëm, me u përballue me pasojat e çdo gjaje, caktimi i cili vjen nga i madhi Allah, qoftë edhe me humbë më të dashurin, sepse sevapi është shumë i madh. Pastaj, për sevapin e madh që ka sabri, ka thënë Allahu: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Sabërlit, durimtarët, sevapin e kanë pa kufi. Do të thotë se askush këtë dynja nuk e din se sa shumë sevap marrën në sabërlit. Sabër. Sabër në aspektin gjuhësor, do me thonë me frenu vetë vetën, me smelan, me shprej, me qitë atë që e dënë mrena. Për shambull, të bërë dikush zullum, edhe ti dënë më qëry ndaj tina, mja këthime të keqe, apo më hakmarë ndaj tina, por e frenën vetë vetën. E mbanë, e nalë, që kjo është sabër. E nalë vetë vetën, dhe me thonë dërën. Sabër, kur e lypë me oqëfri me kajtë, e më mërzit, por e nalë, e frenën vetë vetën. Kjo është esenca, fjale sabër. Esenca e sabrit, e pastaj zgjënohet edhe më shumë. Allahu i madhruar gjithashtu ka thënë: "Waliman sabara wa ghafara, inna dhalika lamin azmi al-umur." Dhe ai i cili bën sabër, duron dhe fal, me të vërtetë, ajo është prej punëve të mëdha, prej cilësive të mëdha, prej virtyteve të mëdha, të burrave të mëdhej, me duru, me qenë sabërli, pa dhe me qenë falës, që falë. Allahu i madhruar, për ndikimin e madh, apo duke pas parasysh, ndikimin e madh që e ka sabri në jetën e brendshme shpirtërore dhe ata psikologjike të njeriut, ka kërku që njerëzit, o fjala atyre është muslimant, të kërkojnë ndihmë në vështërsit, në sfidat me të cilat e ballafaqohen,
me to në jetën e përditshme të kërkojnë ndihmë nëpërmjet sabrit. Dhe është shumë interesant se si njeriu i te kalon sfidat me të cilat ballafaqohet dhe arrin të përballojë atyne, të futet në to që besa të triumfoj, edhe të dalë faqebarë, edhe në punë që ka jetë më herët, të marrë sevap, pa kufi me sabër, përderisa të tjerët që nuk kanë sabër, as që mujnë me imagjinu se si ti po arrin me u fut këtu sfida e pastaj me te kalu, apo këto probleme të ndryshme të jetës. Për ata Allahu ka thonë, istainu bis sabri wa salah, inna Allaha ma sabirin. Kërkoni ndihmë në punët e juve të përditshme, me sabër dhe me namaz. Edhe me namaz. Ani pse këto, me sabër dhe me namaz, disa prej komentatorëve të Kur'anit e kanë veçuar një pjesë të sabrit, e kanë thonë është fjala për agjërimin. Kërkoni zgjidhje të problemeve, forcë, ndihmë në problemet e juve, me agjërim dhe me namaz. Këto dy ibadete janë tepër të veçanta për jetën e njeriut. Nuk ka diçka çka i qel udhë më shumë njeriut, çka ja hap gjoksin, ja përshën shpirtin, ja lehtëson veprat e tij, problemet e tij, më shumë se sa namazi në asnjë mënyrë, edhe së dyti agjërimi. Nuk ka diçka. E kjo pastaj është mënyrë proporcionale të secili individ qysh e kupton edhe qysh e përjeton namazin edhe çështjen e namazit edhe kur është pranë namaz. Sa më shumë me përjetue namazin, sa më shumë me kuptue rëndësinë e namazit, aq më shumë qel udhë namazi për çdo vështirësi në këtë dunja me të cilën ballafaqohet njeriu. E jeta e pejgamberit alayhi salam është praktika më e mirë se si i ka zgjedhur problemet e tij, gjithsesi është ndihmuar me namaz në zgjedhjen e problemeve me të cilat është ballafaqu e jeta e tij krejt me sfida dhe me telashe ka qenë. Por ajo është temë në veti, ku nuk mund të kalojmë te, sepse jemi duke folë për sabër, por pjesë e kësaj është sabri, me sabër të zgjidhen problemet dhe të lehtësohen përpara, qoftë edhe për qëllim këto, me sabër agjërimi, atëherë me agjërim dhe me namaz. Dhe ajete tjera të shumta, të cilat flasin për rëndësinë e madhe, peshen dhe sevapin që e ka sabri. Prej ajeteve të bukura shumë të pejgamberit, prej haditheve të bukura të pejgamberit alayhi salatu wassalam, e krejt hadithet e tij janë të bukura, thotë: "At-tuhuru shatrul iman." Pastërtia është gjysma e imanit. "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Dhe fjala alhamdulillah e mbush plot peshojen në të cilën maten, gjunahet dhe sevapet në ditën e Kiametit. S'ka diçka që ka e mbush më shumë, peshojen e mbush. Sikurse kur e mbush kese me diçka plot, edhe çetën peshoj. Do të thonë e ka marrë rënd, sepse ke mbush. E në ka diçka që e mbush, më shumë
se sa fjala elhamdulillah. Për atë arsye, fjalën e parë që ka fillojmë namaz, elhamdulillah, dhe duhet jetë pjesë e jetës ditore të muslimanit, shprehja elhamdulillah. Dhe ka të cilët me thonë elhamdulillah. Dhe thamë se elhamdulillah, dhe thamë më herët se gjysma e dinit është shukr, falënderim. Elhamdulillah është fjala, shprehja kryesore e cila përmbledh krejt falënderimin ndaj të madhit Allah Azza wa Jall. Shprehja elhamdulillah e mbush peshojën në ditën e gjykimit. Dhe fjala o subhanallahi o elhamdulillah tash mjashtuar subhanallah edhe elhamdulillah bashkë të dyja ka thonë e mbushin mes që ka pri qiellit edhe në tokë. Mbushet mes qiellit dhe në tokë ka për qëllim sa është sevap i madh. Në dy fjalë goje, subhanallah o elhamdulillah. E mbush sa pri qiellit të në tokë. E kjo është hapësirë e pa përkufizuar, e pa kufishme. Veç Allahu e din fundin e saj, sa është. Dhe vazhdon hadithi i pejgamberit alayhi salam, o as-salatu nur, dhe namazi është dritë. Nuk ka dritë ai që nuk ka namaz. Nuk ka dritë në zemrën e vet, në shpirtin e vet, në fytyrën e vet. Nuk ka dritë në vorrën e vet, në terra ka. Nuk ka dritë në ditën e kiametit, kur të rinjallat para Zotit. Nuk ka dritë kur të vije me kalua sirat kur të vje koha. Ai gjithë në terra, në errësirë, ai cili nuk ka namaz. Për atë arsye, pa thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, was-salatu nur. Namazi është nur, nuri është dritë. Was-sadaqatu burhanun, ndërsa sadakaja, lëmosha, është burhan, është argument i qartë që ai njeri ka iman dhe imani i tij po e shtyn atë mja dhanë sadakan lëmoshën atyre të cilët e meritojnë, se e beson Allahun, e beson sevapin e sadakas, andaj edhe ja. Was-sabru dhiya, ndërsa sabri është një dritë e madhe, më e madhe se sa namazi. Sepse edhe namazi futet mrena në sabër. Sabri është më i madh se sa namazi. Në sabër futet namazi, në sabër futet agjerimi, në sabër futet zeqati, në sabër futet haxhi. Të në ibadetet futen mrena sabrit. Dhe krej këtu janë vetëm një pjesë e sabrit, se ka dhe pjesë tjera të sabrit. Andaj sabri është diçka shumë i madh. E pejgamberi në mënyrë shumë precize, alayhi salatu wassalam, po do më na përshkruaj këtu të mirat të Zotit dhe frytet e tyre. As-salatu nur, namazi është nur. Por sabri dhiya është kur ndriçohet krejt. E nur mund të jetë një dritë, por nuk bësh shumë dritë. E mund të shëveç për veti, por jo më ndriçohet të tjerë të shumë. Ndërsa dhiya është kur zritet qielli krejt. Kur ndriçohet krejt, sikurse dritë ka dhe hana, por dielli ka dritën e madhe që ka. Dyjat kanë dritë. Nur është e hanës, dhiya është e diellit e cila ndriçon krejt. Sabri, dhiya, dritë e madhe. E pastaj pa thot wal Quran hujjatun laka aw alayk, ndërsa Kurani është argument për ty apo kundër teje. Fund, çdo njeri në këtë dunja do të llogaritet përpas. O fjala për muslimanët ne kemi gjithmonë për ata të tjerë nuk flasim, sepse është meselja tjetër
mes ulemave, që nuk e kemë këtu temë, a llogaritën qofart edhe për ibadete, apo llogaritën vetëm për iman dhe për kufër. Pra, a pytet qafiri pse nuk ka fal, pse s'ka agjiru, pse s'ka lexu Kur'an, pse s'ka dhënë sadaka, pse s'ka urdhëruar për të mirë, pse s'ka bë sabër, a pytet apo nuk pytet fare, sepse këtu vjen si pasojë e imanit tina. Sigur se të kishte besuar, do të kishin vlej këtu, po përderisa nuk ka besuar, këtu nuk vlejnë, andaj nuk pytet për to, por pytet vetëm pse nuk e besoj Zotin, Kur'anin, pejgamberin, ditën e gjykimit, edhe kështu me radhë, në baza të dinit. Kjo është një mesele diskutabile mes ulemave, ku nuk e kemë këtu për arsye, për atë arsye, nuk e kemë këtu për qëllim, pastaj për atë arsye flasim ne vetëm për muslimanët. Kur'ani është argument për ty apo kundër teje. Nuk mundesh me ikë. Dohet me dhënë llogari. Ose pro, ose kundra. Ai vjen vetë dhe dëshmon. E ke besu, aja ke dhënë hakun, a ke punu me te, a ke lexuate, a ke dashtate, a ke çmuate, a ke kultivuate edhe në zemrat, edhe në gojat, në gjymtyrët e tjerëve, antarët familjes e kështu me radhë, apo e ke lanë një libër që atje në fund të ke gjuhë, edhe s'ke dëshme një për te. Dohet me dhënë llogari për Kur'an. Wal Kur'anu hujjatun laka aw alayka. Dhe në fund thot pejgamberi alayhis salam të këtij hadithit madh, kullu nasi yaghdu. Krejt njerëzit dalin dhe hecin, quhen sabah hecin. Dhe del tash sabah dhe pak mëngjes, dhe këshyrin njerëzit se dalin dhe lëvizin në për rrugë. Krejt njerëzit dalin. Beshta që në smutët paralizu. Krejt njerëzit, po ata mos dalëshën në për rrugë, mrena në shpi lëvizaj. Edhe është lëvizje, sigur zoja të shpisë. Biletët qohen parat burrave. Të gjithë njerëzit janë në lëvizje, janë në aksion, janë detyra. Krejt. Po, ndryshon. Dhe janë dy lloje, faba'ihu nafsuhu famu'tiqaha aw mubiqaha. Ose gjatë këtyne punëve dhe lëvizjeve dhe qarkullimeve që i bojnë njerëzit, gjatë ditës prej mëngjesit deri mbrëmje, ose punon mirë, dobishëm, në interes të vetin, trupit vet dhe shpirtit vet, dhe me këte e liron vetin prej zjarmit xhenemit, sepse ka punu mirë, aw mubiqaha, ose me dy dorë të veta punon nashta për trupti mirë po për keq dhe të zit shpirtit vet, edhe me të ngarkohet të shkreti edhe me dy durë të veta që në vetë në gjehnem. Vetja bën, sepse ka zgjidh këtë rrugë, e nuk e ka zgjidh rrugën tjetër të cilën ka qenë dashur me zgjidh. Kjo hadith pra pejgamberit alayhi salatu wassalam i përbër për disa fjalive, se cila më rëndësishme se sa tjetra, por qëllimi i cekës së tij është për vlerën e madhe që e ka sabri. Allahu na qoftë sabër dhe na bëh prej sabërlive, durimtarve, dhe na shpërbleft për sabër. Wallahu alem. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.